Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në daljen e radhës para gazetarëve këtë të martë, foli për rritjen e çmimeve. Berisha u ndal tek pensionistët, për të cilët tha se janë shtresa më e goditur nga rritja e çmimeve. Kryedemokrati akuzoi kryeministrin Rama se ka mashtruar pensionistët për bonuset. Sot dua të denancoj qëndrimin cinik të pashpirt të qeverisë Edi Ramës ndaj shtresës më vulnerabël, më të dëmtueshme, që është shtresa e pensionistëve shqiptarë. Rritja stratosferike e çmimeve e ndikuar thellësisht nga kriza energjetike. Ka goditur dhe godet çdo ditë e më shumë këtë shtresë të mashtruar, të injoruar në shkallë ekstreme nga qeveria. Theksoj se skema e bonusit e përdor në zgjedhjet e 11 majit. Pas zgjedhjeve faktohet një mashtrim i vërtet. Kreu i PD-s foli edhe për rritjen e çmimit të naftës, ku kërkoi përgjysmim të taksave dhe kompensim për shtresat në nevojë dhe biznesin e vogël. Është e domosdoshme së pari dhe njëherë përgjysmimi i ngarkesës fiskale ose ulja e ngarkesës fiskale për litrin e naftës në nivelin e vendeve përreth. Sot qeveria nuk ka asnjë ulje sepse ka vendosur nivelin 220. Por problemi është se nga rritja e çmimit të naftës nga 1700 në 220, qeveria ka akumuluar ose akumulon rreth 80 milion euro në vit. Asnjë qindarë këtyre nuk është shpërndar as për pensionistët, as për qytetarët. Është e domosdoshme që shtresat në nevojë, bizneset e vogla, të marrin kompensimin e tyre për rritjen e çmimit të naftës, një kompensim i cili i mbron, u jep mundësi pensionistëve të vazhdojnë jetën e tyre dhe u jep mundësi bizneseve të vogla të përballojnë rritjen e çmimeve, të mos falimentojnë. Berisha u ndal edhe tek protesta e 17 prillit dhe u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në shesh. Faleminderit.